Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, të cilët na ndiqni nëpërmjet ekraneve të juaja, vazhdojmë me serialin Në hijen e besimit dhe përfunduam kapitullin e tauhidit të besimit dhe diturisë, apo tauhidit teorik, tauhidit të besimit dhe diturisë që ndërlidhet me diturinë e robit dhe me atë të cilën ai e beson. Dhe tash do të futemi në kapitullin e tauhidit të kërkesës dhe veprës, i cili ndërlidhet me atë që robi e kërkon dhe e vepron, apo tauhidul uluhije, tauhidi i uluhijetit, tauhidi i adhurimit të Allahut, veçimi i Allahut me veprat e robit, me adhurimet që ai ja drejton Allahut të lartësuar. Dhe e cekëm më herët se tauhidin dietarët disa e ndajnë 3 lloje, disa e ndajnë në 2 lloje. Ata që ndajnë në 3 lloje thonë se ai ndahet në tauhid ar-rububiyya, tauhidi i zotërimit, se Allahu e zotron këtë gjithësi, e krijon, e furnizon dhe e sundon. Tauhidul asma'i was sifat, se Allahu është i veçuar me emra të bukur dhe me cilësi të plota dhe të përkryera. Dhe lloji i tretë, tauhid el-uluhiyya ose tauhidul ibade, tauhidi i adhurimit, se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet, se nuk lejohet që t'i përshkruajmë ndonjë shirk apo ortak atij në adhurim. Nuk lejohet që adhurimin ton t'i drejtojmë dikujt tjetër pos Allahut të lartësuar. Dhe thamë se kjo ndarje është çështje e ijtihadi. Dhe qëllimi është që ta mësojmë tauhidin ashtu siç duhet, tauhidi i cili është në esencë është një. Dhe këto ndarje klasifikime bëhen për t'i mësuar më lehtë këto çështje dhe nuk ka lidhje se a themi se ndahet në 2 lloje apo në 3 lloje. E tëra është ajo e njëjta dhe materiali është i njëjtë. Dhe ata që kanë thënë se ndahet në 2 lloje kanë thënë ndahet në tauhidin e diturisë dhe besimit, dhe në këtë lloj tek ata hyn 2 lloje nga grupi i parë, i dietarëve që thanë se ndahet në 3 lloje. Në këtë lloj të dietarëve që thonë se ndahet në 2 lloje hyn 2 lloje të tauhidit, tauhidi i rububiyetit, tauhidi i zotërimit dhe tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar. Hyn në tauhidin e besimit dhe diturisë. Dhe në llojin e dytë në tauhidin e uluhiyetit apo adhurimit të Allahut hyn tauhidi i kërkesës dhe veprës së robit. Pra në esencë çështja është e njëjtë, mirë po dallojnë emërtimet. Dhe ne jemi tash në këtë kapitull, në kapitullin e tauhidit të adhurimit, tauhidit të uluhiyetit të Allahut subhanahu wa taala, se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet. Pra ehlusuneti beson se Allahu është një. Në krijimin e tij vetëm ai krijon, vetëm ai sundon, vetëm ai mbizotron, vetëm ai furnizon, dhe besojnë se ai është i veçuar me emrat e bukur dhe cilësitë e larta, dhe besojnë se në këtë në të cilën jemi tash, se vetëm ai duhet të adhurohet, se vetëm ai meriton të adhurohet, se kush i drejton një adhurim dikujt tjetër pos Allahut bën shirk dhe del prej feje. Dhe kjo është shtylla dhe palca e fesë son, ajo me të cilën Allahu i ka dërguar të gjithë pejgamberët, prej të parit deri te i fundit. Allahu i lartësuar thot: dhe ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber, të cilët thonin eni ibudullaha wajtanibut tagut, adhurojeni Allahun dhe largohuni nga taguti. Tagut është
Siç thot Ibn Kaimi, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta. Tagut është çdo gjë në të cilën robi e tejkalon kufirin e saj, qoftë ai i adhuruar, qoftë ai i pasuar, apo qoftë ai i respektuar. Pra, çdo gjë që adhurohet pos Allahut të lartësuar, apo pasohet pos fesë Allahut të lartësuar, apo respektohet pos urdhrave të Allahut të lartësuar, kjo konsiderohet tagut, diçka që adhurohet pos Allahut të lartësuar. Dhe thot njëri prej dietarëve, thot tagutat janë të shumt, mirë po kryesorët prej tyre janë Iblisi, ai i cili adhurohet pos Allahut të lartësuar dhe ai është i pajtuar me këtë, i kënaqur me të, ai i cili është fallxhor dhe sihrbërës dhe ka kontakt me xhinët dhe pretendon se e din gajbin, dhe ai i cili gjykon me ligj tjetër pos ligjit të Allahut të lartësuar. Pra, ehlu suneti beson se Allahu i lartësuar është i vetmi që meriton të adhurohet, se vetëm ai duhet të adhurohet, se kush adhurohet pos tij, kjo është shirk, dhe kush adhuron dikën tjetër pos Allahut ka bërë shirk dhe ka dalë prej feje. Kjo si hyrje në tauhid el-uluhia. Me kaq po përfundojmë ngelin të përshëndetur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.